dhe ikën u dogjen dhe inceneratorët rrinë si përmendore gjigande, shembuj konkret dhe dëshmi e gjallë e korrupsionit dhe vjedhjes dhe askush nuk man përgjegjësi. Kanë dënuar Lefter Kokën një 10 herë e dënojnë për gjithë inceneratorët, për 3 inceneratorët dhe një 2-3 mjeran në për qarqet saktuara në Fire Elbasan dhe në vazhdimsi nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie dhe këtu kemi dhe Spakun që absolutisht hetimin e inceneratorëve për mendimin tim ka bërë një hetim të përcipt, e ka fshehur hetimin dhe përgjegjësit kryesorë nuk kanë dalur përpara bankës të akuzuarve. Dhe korrupsionin e tunelit të Llogoras është më se e dukshëm dhe nuk është një korrupsion i Belinda Ballukut, është një korrupsion i Edi Ramës. Nuk kishte shans Belinda Balluku të bënte anullimin e një tenderi që kushtoi 140 milion euro, ta anulloj pa pik kuptimi dhe pa arsye ligjore, të bëjnë një xhiro në Turqi bashkë me kryeministrin, të kthehen ande dhe ta bëjnë, të hedhin edhe 50 milion tjera, ta bëjnë me 190 milion se kaq bën tuneli, po këto 190 milion pastaj ai që i merr në Turqi të japi 140 atij që kishte fituar me 140, që t'i kthej 50 milionshin aty. Kjo është kaq e dukshme dhe nuk mund ta bëj vetëm Balluku. Nuk e di, Spak ndoshta është procedura dhe procesi hetimor që zgjat, ndoshta vetë shkallë, por unë jam i bindur që tek tuneli Llogoras nuk ka shans që Spak të shmang kryeministrin Edi Rama. Ai duhet jetë i thirrur urgjentisht dhe i marrur i pandehur. Si e shikoni ndërkohë këtë përballjen e kryeministrit me sistemin e drejtësisë tashmë? Çfarë tregon? Se ka dy pikpamje kjo, anën juridike, institucione që përplasen për truajtur kompetencat e tyre, ka dhe anën politike. Çfarë tregon edhe për pozicionin politik të zotit Rama? Këtu është thjesht pozicion politik i zotit Rama dhe frika e zotit Rama. E shikoni në vështirësi? Absolutisht, madje jo në vështirësi, por ai ishte i alarmuar. Ai ishte alarmuar se ai e di që edhe sikur Belinda Balluku mos ta shes, jo që në momentin që do të vijë, do të ndihet keq dhe e pambrojtur, patjetër do ta shes për arsye se do shkarkoj atë pjesë të barrës fajit që nuk i takon kësaj, po ta mbaj kryeministri. Kjo ka fajin e vet dhe ka faj me bollëk, por ka dhe faj kryeministri. Kështu që unë nuk mendoj se do ta mbroj deri në fund. Dhe Rama nuk është se mbron Ballukun, mbron veten me presionin që i bën gjykatës kushtetuese dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve në përgjithësi. Ky Ram që shpesh herë kemi dëgjuar, ne nuk komentojmë vendime e gjykate, aq më tepër ti kontestojmë, thot, pati rastin konkret. Aty ku deshi ta shiste, e shiti Arben Ametajn, e shiti Lefter Kokën, shiti Vangjush Dakun, i lëshoi pa problem fare. Tani që erdhi dhe di që një hetim i kësaj çështje, jo hetim i thelluar, po një hetim dhe i përcipt të çonte kryeministri. Me njerë këtu filloi të loz me atë fjalorin e tij që mendon se e ka brillant dhe juridikisht dhe të thotë që një prokuror dhe një gjyqtar nuk mund të marrë peng